Kualifikimi i Vllaznisë në finalen e kampionatit ishte në fokusin e diskutimit të emisionit Star Sport. Të ftuar në studio ishin Ndriçim Shtubina, Haris Lika, Qashif Hoxha, Admir Uruqi, si dhe në lidhje direkte presidenti i Vllaznisë Alban Xhaferi. Sigurisht unim mirë ishte një gëzim për gjithë ne, por mendoj që do të jemi më mirë dhe do të kemi gëzim shumë më të madh momentin që ne do të arrijmë objektivin tonë, ëndrrën që na mungon tash 24 vite titulli kampion. Kështu që thjesht unë kam porositë lojtarë stafin gjithë që sigurisht se fituaret janë momentale, janë emocionale, janë brenda një ure, i kam thënë bajnë festimet, pastaj duhet të mendojmë brenda shëndetit sepse nuk ka kuptim ndoshta festa pa arritur atë objektiv që ne kemi titullin kampion. Thëmë drejtën, duke parë opinionin edhe atmosferën që u kriju rreth skuadrës, rreth njerëzve në Shkodër, isha pozitiv për neshin dhe mendoj që Vllaznia përgatiti mirë neshin sepse nuk hini për barazim. Mundu me bë lojën e saj siç e bën gjithmonë. Por të thëmë drejtën, Vllaznia pjesën e dytë nuk ka se u tërheq, por thjesht Dinamo u shtoi presion më shumë. Gjë që u vu diskutim, por gjithsesi pra Vllaznia kishte mundësitë me shkollë 3-1. Pjesë, por besoj se kena bërë një pjesë por pozitive, e shfaqshme më të mirën tonë, vetë rezultati duke shënuar 2 gola, tregon që ekipi kishte një fushë për ta fituar lojën. Tërheqja e ekipit vjen edhe si rezultat kur ti tashmë ke 2 gola në favor plus edhe barazimin në krahun tënd, edhe vetë edhe pa kërkuar trajneri, vetë lojtarët synojnë më shumë që të mbrojnë, sepse ekipi i Vllaznisë përveç se jena ekip që dina më shënu mirë, po ama kena treguar që raste kur ekipi është blok edhe bëjmë një mbrojtje solide, kena pësu pak. Tu pas parasysh që kjo nuk ishte një ndeshje e zakonshme, por ishte një ndeshje e veçantë, një finale e vogël e Final Fourit. Mendoj që Vllaznia pati 2 fytyra gjatë kësaj ndeshje, një pjesë parë shumë të mirë, një pjesë dytë u munduan me administru lojën, por që edhe rrezikunen për mu barazu. Por du me theksu një gjë se te kjo ndeshje senatorët e skuadrës, Gurishta, Krymi edhe Bala luajtën rolin edhe morën përsipër ndeshjen, morën përsipër ekipin edhe ja arritën me shënuar ata 2 gola që shënuan. Kjo Vllaznia e këtij sezonit është më mirë me luajtë në sulm se sa me luajtë mbrojtje. Le të luajë në sulm se i ka forcat, i ka gjithë lojtarët të cilët dinë për të luajtur përpara dhe mos të kthehet dhe mos të rrezikojnë për mbrojtjen. Nëse ne dëshojmë për mbrapën, ne nuk kena ndeshje se s'kena psu gol me këtë lojë që kena bën për të rezultatit. Emisioni Star Sport do të rikthehet në transmetim pas 2 javësh, duke qenë se javën e ardhshme është finalja mes Vllaznisë dhe Egnatias.